Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Rusia dhe Ukraina, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se rruga drejt paqes në Ukrainë nuk është një vijë plotësisht e drejtë dhe pse bisedimet e zhvilluara në Berlin i cilësoi si produktive. Deklarata vjen pas takimit të dieshëm në kryeqytetin gjerman, ku liderë evropian përcaktuan kushtet për një marrëveshje të mundshme paqeje me Rusinë, të mbështetura nga garanci sigurie me përkrajen amerikane. Qeveria britanike bëri të ditur se përcaktimi i kontributit të Britanisë së Madhe në një forcë shumëkombëshe evropiane në Ukrainë, pjesë e paketës së re të garancive të sigurisë, është ende disa hapa larg, duke informuar sot kabinetin për diskutimet në Berlin. Starmer tha se ishte bërë përparim veçanërisht në çështjen e garancive të sigurisë. Sipas një njoftimi nga zyra e tij, kryeministri theksoi se ishte e qartë që rruga drejt paqes nuk është plotësisht e drejtë, por se takimi në Berlin kishte qenë konstruktiv, ndërkohë sekretari britanik i mbrojtjes e përshkroi luftën në Ukrainë si një moment vendimtar, duke thënë se nisma amerikane për paqe ishte më avancuara se kurrë gjatë konfliktit. Megjithatë, ai shtoi se Rusia vazhdon sulmet me dronë dhe raketa ndaj Ukrainës, duke nënvizuar nevojën për rritje të mbështetjes, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Në deklaratën e përbashkët të liderëve evropian, u theksua sot se BE-ja dhe SBA-ja do të bashkëpunojnë për garanci të forta sigurie dhe për rikëmbjen ekonomike të Ukrainës. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime të tjera kam tuar analistin Bler Vaga. Bler, përshëndes. Përshëndetje, Grisela. Kënaqësi të jesh me mua sot. Bler, e nisim me insertin që dëgjuam. Së bashku, Bler, ku do të flasim për Rusinë dhe Ukrainën dhe mbi zhvillimet aktuale që tashmë po ndodhin. A mund të themi se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po marrin vërtet rolin vendimtar për paqen në Ukrainë, por duke lënë këtu vendet e tjera në një pozicion më pasiv se i përket kësaj çështje? I takon faktikisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës që ta marrë këtë rol, edhe për shkak të fuqisë tyre euroatlantike, qoftë ushtarake, qoftë ekonomike, por pavarësisht përpjekjeve të Bashkimit Evropian, diplomacia europiane është pak më avazht se sa ajo amerikane. Por siç duket edhe distanca dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që normalisht nuk janë gjithmonë 100% njëjta me interesat e Bashkimit Evropian, e ka mbajtur situatën e Ukrainës pak në ngërç. Të gjithë në këtë luftë duan të fitojnë, qoftë europianët, qoftë amerikanët, aq më tepër rusët, e mbi rusët pastaj ukrainasit, të cilët duan të kthejnë gjithçka çfarë kanë humbur. Megjithatë, unë nuk besoj që do ketë një marrëveshje ose një akt ku do të bien dakord Ukraina me Rusinë përfundimisht për të kthyer në gjithçka, të paktën Krimeja dhe korridori që ndihmon Rusinë të kalojë deri në Krime, është e qartë që do jetë pjesë në ndikimin rus. Ndoshta një qeveri autonome nga Ukraina, por Rusia e ka bërë qartë që nuk heq dorë. Qartë. Bler, nga ana tjetër, a mund të jetë kjo vërtet një strategji për të kontrolluar të gjithë procesin e paqes, por kjo në favor të interesave perëndimore, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe një përpjekje e sinqertë për të vendosur stabilitetin mbi të gjithë agresionin që po ndodh nga ana e Rusisë? Një luftë e gjatë nuk intereson absolutisht askujt nga këto shtete. Edhe në qoftë se Amerika në këtë situatë krize dhe lufte ka pasur përfitimet e veta ekonomike, duke sjellur furnizime me gaz në Europë, prap nuk intereson një konflikt i zgjatur, sepse bëhet precedent për konflikte dhe për situata tjera të pakëndshme ose momente të caktuar të rrashqasin në agresione tjera, ose dikush tjetër të përfitojë nga dobësia ose impenjimi i fuqive të mëdha në të tilla luftara ose në të tilla diplomacie dhe të ketë ngjarje diku tjetër. Kështu që nuk intereson askujt që të zgjas më shumë lufta, por gjithsesi palët deri diku janë të paqarta te kufiri se ku do qëndrojnë, domethënë, qoftë kufiri territorial, qoftë kufiri diplomatik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur
një rol shumë domethënës në këtë konflikt, edhe pse interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës kanë qenë që ka shitur më shumë energji në Bashkimin Evropian, por më me interese ka që t'japi fund kësaj lufte. Edhe i ka dhënë garanci Ukrainës që mund t'i japi mbrojtje sipas Nenit 5 me NATO, por që Ukraina të heqi dorë nga dëshira e saj për të qenë pjesë e NATO-s. Kjo është ajo ajka ose maja e icebergut mbi cilën po sillet kjo marrëveshje, siç ishte takimi i 2 dhjetorit ose 15 dhjetorit që u bë në Berlin, domethënë. Qartë. Vlerë, nga ana tjetër, i gjithë koordinimi i përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mund të ndikojnë i gjithë ky koordinim në rimbëkëmbjen ekonomike të Ukrainës, por edhe në neutralizimin e ndikimit rus? Opinioni im, ndoshta mund ta kem gabim, por unë mendoj që Ukraina, pavarësisht disa humbjeve që do ketë në zonën lindore dhe jugore të saj, mendoj që përfshirja e Bashkimit Evropian dhe Amerikës në rimbëkëmbjen e Ukrainës është një gjë shumë pozitive. Mund shkojmë deri aty të bëjmë një analogji edhe themi do jetë po aq pozitive sa që ishte pozitive mbrojtja aleate në Gjermaninë perëndimore pas luftës së dytë botërore. Kështu që avantazhet do jenë shumë dukshme. Ukraina është në një krizë të gjatë, por kriza që vërtet ka arritur aty ku edhe diplomacia nuk mund të shprehej siç donte, është që nga viti 2004 kur Rusia e mori Krimen, nga revolucionet, nga revolucioni portokalli edhe pastaj në 2014 që e mori Krimen, por revolucioni portokalli tregoi që Ukraina, pavarësisht që kishte tendencat për qenë pro-perëndimore, gjithmonë ka pasur, po themi, edhe një këmbë tek Rusia, kështu që figurat politike, njerëzit e përfshirë me biznes, oligarkët, kanë pasur gjithmonë interesa me Rusinë, kështu që gjithmonë e kanë mbajtur Ukrainën peng. Siç dihet që Ukraina, siç e parafrazojnë shumë studime, të paktën të kohëve të fundit, që Ukraina është një nga vendet që ka pasur probleme me korrupsionin më shumë nga gjitha vendet e Europës, qoftë qendrore, qoftë lindore. Kështu që